Ваше лицемерие, gospođo Kuzmanos ставите кукавичко яйце овде во собрание, се растури амбиентот во собрание и сега, за да излезете барате... Kjo ishte atmosfera në punimet e sotme të Komisionit për Punë dhe Politikë Sociale, ku shqyrtuan amendamentet e BDI-s. 1/3 e anëtarëve të komisionit nga radhët e partive të majorancës kanë kërkuar me shkrim nga kryetaria e komisionit që të thërasë seancë të re, ku do të shqyrtojnë ligje të tjera nga fusha e punës dhe politikës sociale. Por kjo u refuzua nga kryetaria e komisionit Ivanova, e cila mbetet në qëndrimin e saj se pa mos u miratua ligje për branitellat, nuk do të thërasë seancë tjetër. Në bazë të kësaj kërkese dhe duke u thirrur në 920 alineja 2 rregullores së punës së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, zonja Cvetanka Ivanova ka për obligim që të thërasë seancët të komisionit dhe të shqyrtojë këtë çështje. Çdo veprim me kundërshtim me kërkesën e deputetëve që janë më shumë se 1/3 e komisionit do të thotë shkelje rregullores në dëm të pensionistëve, në dëm të qytetarëve që marrin ndihmë sociale, vetëm e vetëm për interesat e ngushta të LSDM-s. Koalicionit e vladini partner. Partnerët e koalicionit qeveritar me çdo kusht po shkaktojnë kaos në kuvend dhe po e bllokojnë kuvendin. Si kryetare e komisionit nuk do të lejoj që të përfshihem në këtë skenar dhe të bëhem pjesëmarrës i këtij kaosi të organizuar dhe nuk do të lejoj që të akuzohem për mos efikasitet të komisionit. Derisa nuk miratohet ligji për branitellat, seancë tjetër nuk do të caktohet. Ndërkohë, gjatë punës së komisionit, deputeti i RDK-s Izet Zeqiri kërkoi nga BDI-ja si pjesë e qeverisë që përmes marrëveshjes politike të pengojë këtë ligj dhe jo, siç u shpreh ai, përmes amendamenteve apo ndërrimit të shkronjave të ligjit. Por Llabenishta nga BDI-ja tha se fjalët e Zeqirit nënkuptojnë se RDK-ja nuk mbështet BDI-n për të penguar miratimin e ligjit për branitellat. Juve si deputet Bashkimit Demokratik për Integrim të përdorni forcën politike me qëndrime politike të shtrëngoni VMRO DPMN që të tërheq këtë propozim ligj, pasi që po që se BDI nuk i jep mbështetje VMRO DPMN-s, nuk ka qeveri i nderuar. Po të mos kesh qeveri, faktikisht do të kërkohen opsione tjera se si do të qeveriset vendi që të tërhiqet ky propozim ligj. Unë mendoj se shumë më lehtë premieri do të pranon të tërheqë ligjin se sa ta humbje pozitën e premierit. Kjo luftë që po bëhet këtu në Komisionin për Punë dhe Çështje Sociale, tani më është vetëm luftë e grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, fatkeqësisht nuk kemi më një mbështetje të arsyeshme të partive tjera shqiptare, po unë dua të siguroj, me apo pa mbështetjen e këtyre partive, Bashkimi Demokratik për Integrim asnjëherë nuk do të lejoj që të kaloj ky propozim ligj. Ndryshe, sot ishte dita 16 e debatit rreth amendamenteve dhe nga gjithsesi 15.500 anëtarët e Komisionit për Punë dhe Politikë Sociale kanë arritur të shqyrtojnë vetëm 24 amendamente.